Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të analizuar pak marrëdhëniet tashmë në Big Brother VIP Albania. Rogerti, unë kam thënë që në fillim që Rogerti nuk ka urrëtie ndaj Selinës. Edhe pse këto të dy kur do të dalin jashtë, fatkeqësisht do të shohin një fotografi shumë të keqe, por urrëtie nuk kanë. Do të thoni pse. Rogerti e ka shumë më të nevojshme dhe ka shumë më të kërkueshme se Samiri të ndan kohë me Selinën, të luan me Selinën dhe të debaton me Selinën. Ajo që mua po më befason është fakti se Rogerti për shembull në asnjë mënyrë nuk është duke u mërzitur dhe nuk është duke u stresuar për mungesën e Juelës, e kishte aleancën më të fortë në lojë brenda. Por siç duket Rogerti e ka më në interes lojën me Selinën dhe karakterin e lojës së Selinës. Dhe pikërisht kjo gjëja tek Rogerti tregon një forci shumë të madhe. Kanë filluar pak që të zbusin gjakrat. Selina përsëri e mban atë inatin e vet, por Rogerti e shoh që dëshiron që të afrohet, dëshiron që të komunikon, dëshiron që të ndan momente me Selinën, dëshiron që ta bën pjesë të grupit tashmë jo, po më herët sepse po ja përmendja gjithkohës që ti duhesh të jesh pjesë e grupit tim, ishe shumë mirë të ishe pjesë e grupit tim, ndërsa Selina vazhdon akoma me atë qëndrimin e saj dhe forcin e vet që unë nuk kam dashur kur të jem pjesë e grupit tënd. Dhe këtu shoh një Selinë e cila është, domethënë, e bindur për lëvizjet dhe për veprimet e saj. Ajo thotë, ok, unë kam vepruar dhe nuk më intereson për marrëdhënien me Rogertin, por Rogerti domethënë e shikoj që e ka të nevojshme. Tani, a kanë patur një aleancë për jashtë dhe është e vërtet kjo gjë që po ndodh brenda dhe jashtë shtëpisë? Kur them brenda dhe jashtë shtëpisë, nuk kupton marrëdhënia e Rogertit dhe familjes së Rogertit dhe Selinës dhe familjes së Selinës. Unë mendoj që është e vërtetë gjitha kjo që po ndodh. Nuk kanë patur një aleancë nga jashtë. Se po të kishte një aleancë nga jashtë, bazuar në vitin e kaluar që dyshoheshte Rozana dhe Laerti, jam shumë i bindur që familjarët të Rogertit edhe të Selinës nuk do të kishin bërë këtë Big Brotherin jashtë dhe nuk do të ishin ngrindur kaq shumë. Nga dy shoqe shumë të mira, Tezja e Selinës dhe gruaja e Rogertit, përfunduan në mlefe, në inate dhe në urrëtie me njëra tjetrën. Dhe ma merr mendja që kjo nuk është një strategji, por Rogerti hyri për ta ndihmuar Selinën, për ta ndarë nga Miri dhe për t'u kthyer kundër Mirit, ku në atë moment do ta fuqizonin shumë Mirin, sepse Miri do të ishte viktima, por Selinë siç duket nuk e kuptoi dhe dëshiroi që të vazhdonte vetme në lojë. Unë mendoj që nuk ka patur një marrëveshje. Ju si mendoni?